Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 qenjat e zodiakut për këtë ditë të mërkur, 15 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi, kjo e mërkur dash, 15 korrik. Të fton të ecësh me më shumë qetësi dhe të mos marrësh vendime të nxituara. Mund të ndihesh i motivuar për të nisur një projekt të ri ose për të zgjidhur një çështje që e ke shtyr prej kohësh. Në punë, dikush mund të vlerësoj për kushtimin tënd dhe do të jap një mundësi interesante. Në dashuri, nëse je në një lidhje, komunikimi i sinqert do të largojë çdo keq kuptim. Beqarët mund të kenë një takim që fillon rastësisht, por zgjon shumë interes. Financat kërkojnë kujdes dhe shpenzimet impulsive. Kujdesu edhe për shëndetin duke mos e tepruar me ritmin e ditës. Këshilla e universit, mos e nënvlerëso fuqinë e durimit, sepse sot rezultatet më të mira vijnë për ata që dinë të presin momentin e duhur. Demi, energjia e ditës të ndihmon të gjesh stabilitet dhe siguri për vendimet që merr Dem. Është një moment i mirë për të organizuar planet financiare ose për të menduar për një investim afatgjat. Në punë mund të marrësh lajme pozitive ose të përfundosh me sukses një detyrë të rëndësishme. Në dashuri, partneri ka nevojë të ndjejë më shumë afërsi dhe mirëkuptim nga ana jote. Nëse je beqar, një njohje ere mund të vijë përmes miqve ose aktiviteti social. Mos lejo që kokforcia të pengojë një bisedë të rëndësishme. Në mbrëmje do të ndihesh më i relaksuar edhe të kuptosh se disa shqetësime ishin më të vogla se sa mendonit. Besoj intuitës tuaj. Binjak, këtë të mërkur je plot ide dhe kreativitet. Mendja jote punon me shpejtësi dhe kjo të ndihmon të gjesh zgjidhje për problemet që të tjerët nuk arrin t'i shohin. Në punë, komunikimi është arma jote më e fortë, ndaj mos hezito të shprehësh mendimet. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje. Nëse je vetëm, një bisedë interesante mund të kthehet në diçka shumë më tepër. Financat përmirësohen gradualisht, por shmang blerjet e panevojshme. Mos haro të pushosh pak gjatë ditës, sepse ritmi i lartë mund të të lodhë më shumë nga sa e kupton. Një lajm i mirë në mbrëmje do të të rikthejë buzëqeshjen. Gafore, emocionet janë më të forta se zakonisht dhe kjo nuk është domosdoshmëri diçka e keqe për këtë të mërkur. Dhe sot do të kuptosh më mirë se çfarë dëshiron vërtet nga njerëzit që ke pranë. Në punë, përkushtimi yt do të vihet re dhe mund të marrësh mbështetje një personi me ndikim. Në dashuri, është dita ideale për të folur hapur për ndjenjat. Beqarët mund të ndjehen të tërhequr nga dikush që nuk e kishin parë me atë sy më parë. Kujdes me financat dhe shmang shpenzimet emocionale. Në mbrëmje, gjej kohë për familjen ose për një aktivitet që t'i qetëson shpirtin. Dita mbyllet me një ndjesi sigurie dhe shprese. Luan, karizma jote është maksimum këtë të mërkur dhe njerëzit do të kushtojnë më shumë vëmendje se zakonisht. Në punë mund të kërkohet të marrësh një drejtim të rëndësishëm. Mos kitri që tregosh aftësitë tua. Në dashuri, partneri do të vlerësojë gjestet e vogla romantike. Nëse je beqar, një flirt mund të marrë një ktesë të papritur dhe shumë premtuese. Financat mbeten të qëndrueshme nëse nuk merr vendime të nxituara. Kujdesu për energjinë fizike dhe mos e ngarko veten. Një kompliment ose një lajm i bukur do ta bëj këtë ditë edhe më të veçantë. Vigjeresh, këtë të mërkur, organizimi është çelësi i suksesit. Çdo gjë që planifikon me kujdes do të ecë sipas pritshmërive. Në punë mund të përfundosh një projekt që të ka marrë shumë kohë dhe të ndihesh krenar për rezultatin. Në dashuri, është koha të dëgjosh më shumë se sa të flasësh. Partneri ka diçka për të ndarë me ty. Beqarët mund të njohin dikë me interesa të përbashkëta. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë, por nuk priten probleme. Kujdesuni për trupin tuaj, duke gjetur pak kohë për relaks. Mbrëmja sjell qetësi dhe një ndjenjë përmbushjeje.